durimi ndaj adhurimeve të Zotit. Rasti më i lartë i praktikimit të fjalës së Allahu xhaleshanu, respektivisht të quarjes në vend urdhrit të Zotit xhaleshanu, është rasti i Ibrahimit dhe Ismailit alayhis salam. Momentin e parë që Ibrahimi alayhis salam pa një shenjë, një isharet, një ëndër nga Zoti xhaleshanu që duhet ta bërë kurban djalin e tij, ai pa një e di. Me njëherë ju rek punës dhe bisedoi me djalin e tij, me Ismailin alayhis salam, duke i thënë: Zoti i madhruar më ka obliguar që të bëj kurban. Ka bëje kurban cilin? Djalin e tij. Djalin e vetëm që me vitet e tëra i kishte lutur Zotin xhaleshanuhu që t'i dhuroje një fëmijë. E mua ati e provokon Allahu xhaleshanuhu Ibrahimin alayhis salatu wassalam që këtë fëmijë ta bëje kurban. Por fëmiu i edukuar në frymën islame, fëmiu i cili ka të lidhur zemrën me Zotin xhaleshanuhu për çdo gjë, thotë po, asesi nuk e kthen urdhrin e Allahu xhaleshanuhu. E i tha fëmiu: Ja abati if'al ma tu'mar, o baba im, vepro ata me të cilën je urdhëruar nga Zoti i madhruar, se tajiduni insha Allahu min as-sabirin, e do të më gjejsh mua sabërli apo durimtar. Ibrahimit alayhis salam nuk i erdhi rand, edhe pse e donte të imase djalin e tij, që t'i those po urdhrit të Allahu xhaleshanuhu. E neve shpesh na vjen rand kur thirren ezani që t'i përgjigjemi ftesës së Allahu xhaleshanuhu, duke i thënë: po o Zot, do ta ndali punën, do të largohem nga muhabeti e do t'i përgjigjem ftesës tande duke e kryer obligimin ndaj teje e duke tu nështruar ti o Zot.